Ajo çka tjetër na e kemi shumë dilema është ku t'i ruajmë medikamentet dhe suplementet, në frigorifer apo në ambientet të dhomës? Zakonisht preferohet me u rrit në frigorifer në temperatura, do me thënë në pjesën ku është temperatura se ka në frigorifer, ceket janë pjesa e temperaturës që është më e ulët. Edhe i preferoj sidomos nënave për shkak të fëmijëve, ju them i mbani në frigorifer për 5 minuta para se me dozu ose apliku, patjetër e lanë në temperaturë që mos të jetë shumë i ftofët për shkak të pezmatimit të fytit. Kjo vlen për medikamentet që hapen edhe duhet ruhen në frigorifer apo edhe për kërkret të tjera? Po zakonisht këto medikamente tjera që nuk janë likuid ose mundet me urrojt mos me pas lagështi dhe prezencë të dritës. Për shembull, magnezin, vitaminën C që i marrim, a duhet t'i lëmë në frigorifer apo mund t'i ruajmë në një dollap të kuzhinës? Mund t'i ruajmë në dollap ku të sigurohemi paraprakisht që nuk ka lagështi, edhe nuk ka prezencë të dritës, të diellit. Se dritë kemi na, po dritë të diellit. Po direkt që depërton të... Po, që mos shkakton tani rishje të substancave, po.